kemi ndonjë film me tematik aksion, dram, komedi apo horror në kinemat tona, ka shikues ashtu kështu. Mirë, po kur bëhet fjalë për ndonjë film me tema të nxehta, shumë të nxehta, atëherë është tjetër muhabet. Shikues gjithandej, e njëjta gjë po ndodh edhe me teatr, ku javë më parë kishim një shfaqje në të cilën nuk kishin të ndalur publiku. Se për çka bëhet fjalë më konkretisht, e ndjekim bashkë në materialin e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Skenat e nxehta janë formula më e njohur në marketingun e një kompanie ose një individi. Jemi dëshmitar se si çdo ditë e më shumë edhe në videoklipet tona shohim imazhe të cilat janë provokative. Sex sells njihet një ndër formulat më të suksesshme në shqitjen e një produkti. E ky trend ka bërë kurioz edhe audiencën shqiptare. Skenat hot dhe fjalori eksplicit kanë filluar të jenë prezente në shfaqjet dhe filmat që po transmetohen. Të gjithë dhe për natën e 12 ka qenë mbushur për t'jatë, të thotë për 12 mbrëmje janë shfaqje, filmi është shfaqje nga 2 termine, pothuajse me një mesatare 90 deri në 100% e mbushur salla, afërsisht rreth 5.000 shikues. Numri më i madh i shikuesve në këtë film kanë qenë gjinia femërore, trend që ka përcjellur sallat e kinemas gjithandej globit. Filmi ka zgjuar interesim më të madh tek gjinia femërore. Dhe 80% e shikuesve në ditët e para të shfaqjes së këtij filmi në kinema ka qenë diku rreth 80% femra. Pastaj kjo përqindje është ulë te femrat në 70%, dhe është kompenzuar pjesa tjetër me 30% interagimet reale që kanë ndodhur në kinema kanë qenë kryesisht të qeshura. Ndoshta nuk e di arsyeën pse kanë qenë të qeshura, mirë, po në përgjithësi janë përcjellë me të qeshura nga publiku. Skenat të qeshura ndoshta edhe befasuese, pak a shumë edhe intriguese për ta dhe kështu. Mirë, po për post të qeshurave, e para e Kino ABC-s ka lexuar dhe një koment tjetër interesant. Ishte një koment që një status cilin e lexova diku në Facebook, që shkruante me një emër të një personit, e kishte trillu një re, si me thonë për shembull X personi, sa herë më ka re, ku me ndu që nuk po më dënë. Seks, vetëm të seksi e ke mendje. Ndërto ka qenë edhe filmi Tirana 14, i cili në mënyrë më të moderuar trajton faktorin e seksit dhe lidhjet mes një çifti homoseksual në gjuhën shqipe. Ata duken gjë si gay në ty. Po e kalove një Rylberin e bën rrugë. Tema këto që shërbejnë si magnet për publikun. Me shërë ke gjithmonë. Edhe elementi që ju po e diskutojmë bashkë është një prej elementeve. Mirë, po filmi ka dhe elemente të tjera të shumta. Dhe fakti që numri shikueshmërisë është kaq i lartë, nënkupton që filmi është i dëshiruar për shumë elemente që ai përbën brenda vetes. Ndoshta edhe për pamjet, për lojën e aktorëve, për zhanrin që është më unik, përfshirë këto dhe skenat e ngrohta që ky film transmeton. Dhe pse jo, është edhe seksi është edukat. Forma më pora, zbërës me prit, Për pas në ekranin e kinema, së fundmi edhe në teatr është faqur Shopping and Fucking, ku shihet një histori që të gëshëtuar ka seksin dhe fjalorin eksplicit. Unë po më pëlqejnë shumë. Edhe teatri ka qenë i stërmbushur për ta parë shfaqjen e autorit Mark Ravenhill, por të realizuar në shqip nga regjisori Fatos Berisha. Mirë, po jo vetëm seksi është tërheqës për të shkuar në kinema apo teatr. Edhe filmat që nuk trajtojnë këtë temë, por që janë të zhanrit komedi apo aksion, zgjojnë interesim. It's romantic. It's a sexy film. Is this what you want? Yes, please.